Shirku, si që quajmë ne në gjuhën terminologjinë fetare, pse është nga gjunahet më të mëdha dhe është nga gjunahet që po nuk u pendua robi përpara vdekjes, atë nuk e fal Zoti. Sepse ajo bie ndesh në lidhje me madhështinë e Zotit, krijuesit, i cili është i vetmi krijues, i vetmi furnizues, i vetmi që ka cilësitë dhe kompetencat më të mëdha. Edhe në këto kompetenca, në këto cilësi, në këto emra, ai nuk ka ortak, nuk ka partner. S'ka dhënë asgjë me tender. Çdo gjë është vetë absolute e Zotit të gjithësisë. Pa kjo bie ndesh me madhështinë e Zotit dhe kjo është element jashtëzakonisht i rëndësishëm. Por shokvurja bie ndesh edhe me identitetin, me dinjitetin e njerëzit. Ajo ul vetë njeriu. Pra, edhe imazhin për Zotin e dëmton, që kjo nuk është e drejtë, por ai faktikisht e ul njeriu sepse e bën atë, domethënë, të bjerë nga një krijesë e lartësuar, e nderuar që e bëri Zoti, të bjen në një krijesë të poshtruar. Njeriu nganjëherë në emër të, po themi, të nevojës që ka ai mund të bie, ajo është e dhimbshme që ai i lutet dikujt që është më i nevojshëm se sa ai. Derisa të bjerë në atë që ai e mendon që mrekullia e Zotit mund të jetë tek një gur, tek një dru, tek një vend, tek një ujë i caktuar. Prandaj Islami në të gjitha historitë kuranore pikërisht këto dy elemente nxjerr pa. Lartësinë e Zotit në të gjitha cilësitë e tij, në emrat e tij, në forcën dhe kompetencat e tij, po ashtu do të nxjerrë pas lartësinë e njeriu, dhe njeriu nuk do ta uli veten e tij. Prandaj shirku apo shokvurja është nga gjunahet që Zoti nuk e fal, nuk e toleron. Nuk e toleron as për veten e tij, por faktikisht nuk e toleron edhe për njeriu, sepse Zoti është xhelos për njeriu, dhe do njeriu të jetë në nivele më të larta. Njeriu mund të bëjë gabime shumë të mëdha, mund të bëjë shumë gjunahe. Por përdesa e ruan këto dy dimensione, i ruan, ai gjithmonë ka shpresë të falet, të tolerohet prej Zotit, sepse gabimi pastaj është njerëzor, është dobësi. Por se njeriu nuk e ruan dot, po themi, këtë madhështinë e Zotit, dhe e ul dinjitetin dhe identitetin e tij, e ul veten e tij, duke rënë për e krijesave, atë nuk e fal Allahu xhalesha.